Por cilat janë nevojat më të domosdoshme që kanë qytetarët, kryesisht ata të cilët jetojnë në zonat rurale, fermerat, por edhe ata të cilët kanë një lloj kontakti të drejtë për drejtë me tokën dhe me prodhimin e përditshëm. Do të flasim për sektorin e bujqësisë. Në këtë moment, për të gjitha problematikat që has ky sektor e ato të cilat të her pas here, edhe pse thuan me zë të lartë, shkojnë në vesh të shurtë. Do të flasim në studio pikërisht për këtë temë. Kam të ftuar zotin Agim Rapaj, kreu i Këshillit të Agrobiznesit Shqiptar. Përshëndetje, Kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi ty kem në program, ndërsa më bashkohet në një komunikim të drejtë për drejtë, gjithashtu eksperti i bujqësisë, zoti Eduard Sharka, cilin e përshëndes. Sharka, përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësi ty kem në program. Rapaj, po nisim së bashku, do të kemi më pas edhe në fakt fermerin nga Maliqi, Julian Guri, që do të na sjellë ndoshta dhe problematikën reale që vjen nga terreni. Po nisim së bashku. Gjatë kësaj periudhe kohore, kur paktën intensiteti është më i lartë i vëmendjes, pa i quaj unë kështu të atyre frutave ose dhe produkteve të ndryshme, hasim pra problematika në raport me shitje. Fermeri do na i sqaroj shumë mirë ato çka prodhohen në zonën e Maliqit dhe të Korçës, por unë referohem rastit konkret, për shembull në Divjak, që është rasti edhe i patates. Nuk është frut, por kemi bëjmë me një prodhim që her pas here dhe fermerët vetë kanë ngritur si shqetësim. Është një problem që po na riciklohet her pas here. Dhe rast pas rasti, ne kemi folur për shkaqet. Shkaqet janë pothuajse të njëjta. Riciklohet problemi sa herë që konjunktura ndërkombëtare e atij produkti në vendet përreth nesh apo në më gjerë në Europë është pozitive. Do të thotë që bursa e këtij produkti, po marr patates për shembull për të qenë më konkret. Bursa e këtij produkti është çmimi ka dalë ul, në atë ata janë agresiv në eksport në vendet e tyre, dhe kjo bën që ne të jemi në disavantazh në radhë të parë për koston. Kosto e produkteve tona me koston e produkteve që vijnë nga importi është e papërballueshme për fermerët tanë. E kemi theksuar këtë vazhdimisht dhe ky është një problem që nuk po gjen zgjidhje për arsye të në radhë të parë për mungesë të disproporcionalitetit të subvencionit, ku ne kemi një subvencion shumë herë më të vogël edhe nga vendet përreth, edhe nga vendet që vijnë nga marrin produkt, nga vendet e Bashkimit Evropian, që ne importojmë. E dyta, ne kemi një ekonomi jo të formalizuar me kontratë, ku qendrat e grumbullimit, që janë objektet apo subjektet të cilat duhet të merrnin këtë prodhim dhe ta çonin në tregun e vendit dhe në eksport, ne të gjithë barrën ja kemi lënë fermerit. Fermeri duhet të përgjigjet për prodhimin, fermeri duhet të përgjigjet për transportin, fermeri do të përgjigjet për shitjen. Nuk ndodh kështu në vendet e zhvilluara. Fermeri ka përgjigjet për prodhimin, grumbulluesi përgjigjet për amballazhimin, për tregtimin dhe mandej subjektet e tjera të eksportit. Kemi investuar dhe kemi punuar fort për sa i përket çështjes së qendrave të grumbullimit. Kohët e fundit vret një stagnacion në këtë sektor, në qendrat e grumbullimit, për arsye sepse ne në politikën fiskale që kemi bërë nuk kemi rregulluar diçka shumë të rëndësishme, TVSH-n. TVSH-ja 20%, e cila thonë rëndon konsumatorin, por faktikisht nuk rëndon vetëm konsumatorin, por rëndon edhe fermerin. Për arsye sepse atij nuk i rimbursohet TVSH-ja. Dhe qendra e grumbullimit akoma më shumë është më marginalizuar për sa i përket kësaj. Treta, ne nuk kemi kontrata. Ne kemi një ekonomi të informale. Dhe presim me çdo dalë, nëse do të kemi fat, produktet tona do shiten. Nëse nuk kemi fat, produktet tona nuk shiten. Pra, nëse ne nuk do ta sistemojmë këtë proces përmes kontratës dhe kontratën ta garantojmë me të gjithë elementet që një kontratë kërkon të garantohet, ne përsëri do të na riciklohen të njëjtat probleme. Do jemi në të njëjtën situatë. Do jemi në të njëjtën situatë. Këto janë disa nga shkaqet. Pastaj po të futesh për specifikisht në secilin nga subjektet dhe për secilin subjekt ka pastaj janë nga më të ndryshmet. Okej, Sharka, cili është përgjegjësi pikërisht për këtë situatë në cilën ndodhemi tani? Cili është roli i Ministrisë së Bujqësisë? Unë do thoja roli i qeverisë, sepse Po? disa vendime kalojnë Ministrinë e Bujqësisë dhe janë të Këshillit të Ministrave. Unë shoh pak më ndryshe, ajo që tha zoti Rapa qëndron edhe
ai është ndikimi nga konkurenca e produkteve të rajonit që zgjidhet duke tarifuar mbas marrëveshjes seftës produktet e importit me tarifa shtesë në dogan për të mbrojtur produktin vendas. Problemi kryesor është mos orientimi i fermerëve me kërkesat e tregut, sepse ajo që përsëritet, këto kriza ciklike që përsëriten çdo 2 muaj, në çdo lloj prodhimi, kanë shkaktuar dëme të jashtëzakonshme dhe janë pasojë e prishjes raportit kërkesë-ofertë. Mirë po, që për ta rregulluar këtë raport mund ndërhysh te mekanizmi i ofertës. Edhe mekanizmi i ofertës korrigjohet nëpërmjet orientimit të fermerëve për deri tek rajonizimi i kulturave. Kjo është një politikë që Bashkimi Evropian e ka ndjekur për vite, po ta kujtoni, është politika e kuotave. Ishte një instrument që Bashkimi Evropian rregullonte ofertën për mos të rënë çmimi i produkteve siç po ndodh këtu tek ne. Shkak tjetër është mungesa e industrisë agropërpunuese, sepse kur kemi prishje të raportit, kur oferta është më e madhe se kërkesa, një pjesë atë që se merr tregu e merr industria agropërpunuese. Këto janë shkaqet. Zgjidhja është orientimi, markimi me tarifa shtesë, mbrojtja e produktit vendas nga produktet e rajonit, zhvillimi i industrisë agropërpunuese, përthithja e fondeve i parë dhe destinimin e këtij industri dhe siç e thash në fillim fare, mundësi ka vetëm qeveria. Vetëm qeveria disponon dhënat e tregut brendshëm të jashtëm edhe ka detyrim. Në rast se do themi që do qeverisim bujqësi, fillon nga orientimi, sepse siç e tha zoti Rapo, fermeri është viktimi i instiktit të tij. Ai shikon që si vjet shkoi patatja, vjet për shembull patatja shkoi, edhe një pjesë e madhe si vjet mollën patate dhe po ndeshim me këtë fenomen u prish mekanizmi raporti kërkesë ofertë. Prandaj duhet ndërhyrje qeverisë për të orientuar në mënyrë makro, nuk mund bëhet precizë siç ishte në sistemin që kemi kaluar, por një orientim. Për shembull, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, fermerët nuk mbjellën, por nuk morën çfarë janë kërkesat e tregut nga departamenti i shtetit për gjithë produktet që ata mbjellën. Ndodh kjo gjë këtu te ne? Pas ka filluar, as njëri dhe është i vetmi problem që nuk është atakuar dhe thonë jemi në kapitalizëm, fermeri varet nga tregu, secili për vete, zoti për gjithë. Por fakti që jemi në kapitalizëm nuk do të thotë që bujqësia nuk duhet qeverisur dhe thash, vetëm instrumente i ka qeveria dhe fermeri nuk ka edhe një fermë e madhe, edhe një shoqëri bashkëpunimi apo një kooperativ, prap nuk ka mundësi të studim fizibilitetit tregut që të t'i përshtatet kërkesave, sepse nuk i ka dhënat, i ka qeveria. E bëjmë më praktike, kam në një komunikim tjetër direkt nga Maliqi, fermerin Julian Guri, cilin e përshëndes. Guri, përshëndetje, kënë setit kam. Përshëndetje. Atëherë, po e nis direkt me ty në raport me atë çka ndodh në vendin tuaj, po edhe vetë ju si individ. Së pari produktet që kultivoni dhe ju gjithashtu grumbulloni, apo cilët janë problematikat që hasni më së tepër në raport me shitjen. Problematikën më të madhe kemi konkurrencën me gjitha shtetet finje, na godasin në çmime, na godasin në gjitha anët, nga që ne jemi pa subvencione. Edhe s'mundet të më thënë që të shesim dot për arsye se na godasin ata ja. Ndërkohë, ju çfarë mbështetje e merrni nga qeveria, nga ministria, nga institucioni që ndoshta shkon në mënyrë të drejtë për drejtë të mbështetjes apo dhe motivimit, po them kështu, të fermerëve në kushte në forma ndryshme ose motivimi jo vetëm në fjalë. Asnjë lloj mbështetje, domethënë zero mbështetje. Këta i bëjnë atë lloj mënyre që ti mos i marrë dot subvencionet. I bëjnë atë që mos ashuja, mos kesh rrugë që ti fitosh. Po pse thua këtë? Po nuk sepse ne na duhen kartat e identitetit të tokave që kemi marrë me qira. Ata s'na japin. Gjysmët janë që sërojnë. Gjysmët na i marrin vetë, sot i marrë vetë. Në atë lloj bëjnë ata që mos i marrin do të fermeri, mos përfitojë. Si jeni në raport me shitjen këtë vit? Po zero, po thuaj se zero, nuk vin asnjë lloj tregtari këtej që të afrohet. S'na le Gjermania, nëse shumë të Kosova, janë të gjithë me subvencione ata ja.
edhe Kosova merr 700 euro diku 700 euro për hektar, kurse ne kemi 0 subvencione. Rapaj, quhet mbështetje kjo ndaj fermerit? Ta shikojmë mbështetjen të krahasuar me rajonin. Ajo që tha fermeri është e vërtet, rajoni me ne ka një diferencë shumë të madhe për sa i përket mbështetjes për njësi. Sepse shpesh rajoni ka përdorur mbështetjen për njësi prodhimi. Është e vërtet dhe ajo tjetra që sot ne nuk kemi stabilizuar këta fermer, nuk kemi mbështetur këta fermer të cilët kanë marrë toka me qira, po askush nuk u ka dhënë dokumentin e pronësisë në mënyrë që këta të kenë mundësi të marrin atë subvencion që duhet marrë. Pikërisht këto njësi prodhimi, fermerët e vërtet janë këta që kanë marrë tokë me qira. Fermerët e vërtet janë këta që janë duke punuar sot dhe duke prodhuar. Këta janë prodhuesit dhe për një vit këta janë pronarët. Kemi propozuar dhe kemi këmbgulur fort edhe kohët e fundit që këto njësi prodhimi, këta fermer, ne t'i quajmë tamam organizata prodhimi, në mënyrë të tillë që pavarësisht nga kush e ka pronën, por subvencionin ta marrë ai që e punon. Sot Bashkimi Evropian këtë bën. Pavarësisht se kush është pronar, në një blok të caktuar, subvencionin e merr ai që e punon. Dhe kështu do të ndodhë dhe nesër. Kjo është dhe e ardhmja. Pra, nuk është vetëm në Korçë, është gjithandej. Është gjithandej dhe kështu është ndërtuar udhëzimi dhe udhëzimi është ndërtuar i gabuar në këtë mes dhe kjo kërkon një zgjidhje patjetër. Mund të ndryj pak? Patjetër që po. Ka më rreth 80 hektar, domethënë që janë qep, patate, grur, të gjitha 80 hektar. Në këto 80 hektar vetëm 24 lymë time të marrë, domethënë, diku në 70.000 lekë për hektar. Përse Kosova ka 700 euro, ne marrim 70. Më kuptoni çfarë po bëhet tuja? Tu vetëm vidhet. Dhe po marrë elementin tjetër. Nëse ky fermer që kanë një specializim të caktuar, sepse ai nuk mund të përveç qarkullimit të tokës, që mund dhe duhet ta bëj, është i detyruar ta bëj, ai specializohet në prodhimet e një fushë të caktuar. Ky për shembull prodhon qepën, dikush prodhon grurin, dikush prodhon misrin. Gjithë këta fermerë ne tashmë i njohim, po ka ardhur koha që këtyre njësive ne t'u japim emrin e vërtet. Ti nominojmë në bazë të një ligji. Kam informacion që Ministria e Bujqësisë është duke punuar me një ligj në lidhje me çfarë? Në lidhje me stabilizimin e kësaj situate, për stabilizimin e tregut, në mënyrë që të jap zgjidhje këtyre problemeve që sot janë në sektorin e prodhimit. Çështja e shkurt do të bëhet, se këto zgjidhje, ose më fakt, tentativa për t'i dhënë zgjidhje këtij sektori është prej shumë vitesh. Por aktualisht janë ata që vuajnë, ata që harxojnë, në fund ata që humbin. Tashmë kemi propozuar konkretisht, por ecet shumë ngadalë, kemi propozuar konkretisht edhe zgjidhje për këto probleme. Në fund të fundit, sot ne Bashkimi Evropian nuk na lejon që të çojmë patate. Nuk na lejon të çojmë patate në vendet e Bashkimit, antar të Bashkimit Evropian. Sepse ai ka rregullat e veta, për të hyrë atje kërkohet një certifikim, që ky certifikim kërkon një periudhë të paktën 3 vjeçare, monitorim, kontroll e tjerë. Nga sa kam informacion për pataten, ata do të vinë në muajin shkurt. Shumë sakt. Të vitit që vjen. Ndërsa përse përket këtyre produktet e tjera, të blegtorisë e tjera, ne do të kemi akoma më shumë hapa të tjerë që duhet hedhim për të marrë një kuotë në Bashkimin Evropian. Është fakt që patatet tona janë mjaft të kërkuara. Unë kam informacion që Austria pataten e Divjagës e kërkon në mënyrë me insistim. Sa paradoksale është kjo që ndjes, me kam e ju, duhet bëj ballafaqimin e faktit. Ju thoni që patatja Divjagës është shumë e kërkuar. Në Austri shumë e kërkuar, kam informacion për të. Fermerët dalin dhe thonë që në ngelet stok pa hedhim kanal. Këtu është por çfarë ndodh fakti, pse nuk e çon? Sepse një makinë që të shkojë në Austri me patate për të bërë kontrollin në dogan do 3-4 ditë. Patatja e freskët 3-4 ditë në një makinë nuk reziston. Edhe sikur ato do pranojnë. Patjetër, ju dhe zoti Sharka gjithashtu, se nuk duaj që t'y lë në hije, por nëse keni diçka për replikuar, para se të kalojë te pyetjet e tjera. Po. Për pjesën e kësaj kreditë, zoti kryeministri, është sa për të bërë bulë pot ajo se ne nuk i marrim dot një, se duhet të kesh një faturë të vesh në bankë që ti ke qitur. Ne jemi tërë fermer pa fatura. Si do ta marrun kredi? Le të ma sqaroj mua pak. Si do të marr kredin unë pa fatura?
Si është e mundur, vetëm bankë thotë ore ti s'ke faturë shitje. Kështu na kanë lënë në këtë pikë na kanë lënë ata që japin këto gjëra, japin subvencione edhe përplasemi ne s'marrim dot. Ata mua më janë mbytur 30 hektar me patate dhe me grur, nuk ka ardhur njëri të thotë ore si e ka hallin. Këta thonë ne të tjerin ti me kredi. Po jo më të tjerin ne me ti kredi, pse të marrim ne? Ju rëndon më tepër, sigurisht, se i bie pastaj të kaloni edhe ndoshta në e para njerëz keni mundësi, po dhe sikur të keni mundësi, ju kalojnë në tepër në rëndes. Zoti Çarka, çfarë është urgjente sot për bujqësinë, për sektorin e bujqësisë, si duhet me patjetër që shteti t'i kthejë syt në kuadër të reformave apo mbështetjeve që duhet bëjë? Bujqësia ka 1000 probleme. Ajo që po diskutojmë sot është krizat e tregut. Janë fenomen që kanë shkaktuar dëmet jashtëzakonshme në bujqësinë tonë dhe kanë larguar me mira fermer nga bujqësia dhe nga Shqipëria, sepse ne kjo qeveri, unë nuk e di se zoti Rapaj ka momente që flet në emër të qeverisë dhe shpreson akoma nga kjo ministri bujqësie, nga këto ministra, nga këto zëvendës ministra që janë ndruar, nuk kanë asnjë lidhje me bujqësinë. Jo, s'ka folë në emër të qeverisë, jo, nuk është se... Po lutem pra se thonë ne kështu, ligji do dali kështu, kjo qeveri 13 vjet nuk ka marrë asnjë përpjekje. Fillon nga buxhetimi, ne jemi 5 herë më pak subvencione se rajoni, buxhetin e shtetit merr 1.5% Ministria e Bujqësisë, 7% e kësaj shkon për paga dhe shpenzimet e ministrisë, 30% shkon për subvencione direkte. Në gjithë rajonin është e kundërta, Ministria e Bujqësisë merr 3.5% buxhetit, 75% deri 80% shkojnë pagesa direkte për fermerët. Kjo këtu fillon, dhe në momentin që nuk ndryshon kjo, unë nuk pres asnjë gjë nga kjo qeveri, sepse është qasja duket që në buxhetim. Ky sektor i jep 16-20% GDP-s, ke 40% të popullit që jeton në zona naturale që ushqehen dhe duhet të ushqehen nga bujqësia, edhe ti bën të diskriminim të sektorit që në buxhetim. Për sa i përket subvencioneve, mënyrës dhënies së gjitha, zotnia fermeri ka shumë drejt. Do të bësh një dosje, sikur do marrësh kredi në bank për të marrë 200.000 lekë naftë. Ndërkohë që ka mënyra shumë të thjeshta. Po pse pra, pse kjo është pyetje? Pse pikërisht kjo lloj procedure që ju konsideroni kaq të vështirë ose të ndërlikuar? Pse bëhet kjo? Bëhet e qëllimt? Ja po e shpjegoj. Bëhet sepse edhe tani që doli ky 10% që është një masë mirë që fermerët në rast se kanë shitur dhe zotrojnë faturën, në herën 6 muaj do marrin 10% të vlerës faturave të mallit që kanë shitur. Po duhet bësh një kërkesë me shkrim këtatimet, gjithmonë duhet të shkosh te subjektiviteti i nënpunësit publik apo i atij patronazhistit administratës, sepse në momentin që është fatura elektronike ti nuk ke as të bëj kërkesë fermeri, as ke pse t'ja abonosh 6 muaj. Sa ai do naftën kur mbjell tokën, do të hedhë traktorin kur është duke kryer punimet. Tek ne nafta jepet 8 muaj mbrapa se janë kryer punimet. Këtë stil vazhdojnë. Nuk duan më vëlla të animojnë bujqësinë, sepse ti e ke faturën elektronike, fermerët ja kalon lekët direkt llogari bankare në momentin që ke faturën në sistemin tatimor. Edhe te kjo tregut, kjo është problem shumë i rëndësishëm, eliminimi i krizave të tregut. Edhe fillon me vetëm qeveria e di se sa patate konsumon tregu brendshëm. Në momentin që nuk është hapur tregu i eksportit për pataten, për arsyet që ne i dim që nuk pranon Bashkimi Evropian dhe duhet bëjmë ca punë, ca analiza apo ca garanci tjera, ti do t'i thush fermerëve të Koçës mos mbillni patate vëlla, se në rast se mbillni nuk është përgjegjësia ime, nuk shitet. Ne qeveria duhet marrë përsipër të qeverisë bujqësinë, dhe qeverisja e bujqësisë fillon nga orientimi për të mbjellë. Dhe pastaj në vendet tona fqinje, në rast se molla në Maqedoni ngelet pa shitur, shteti i thot fabrikës marmelatës, merre fermerit pa lek, faturën fermerit ja shlyen shteti, edhe e çon, sepse në momentin që fermeri, zotëria që kemi në lidhje direkte, në rast se nuk shet patatën si vjet apo qepën, ai nuk ka mundësi më të mbjellë. Absolutisht, është më së kuptueshme. Ai nuk ka shlyer faturat e inputeve. Në rast se nuk shet produktin, ai është i paralizuar. Është ekonomi shumë vulnerabël fermeri. Mirë, Guri, një pyetje të fundit për ju, nëse ne për shembull
marrim një lloj analize të paraqitjes së ministrit apo të një përfaqësuesi të ministrisë, sa herë do thoni që ka ardhur ju ka vizituar në fshat atje ku ju dhe shumë të tjerë, nuk flas vetëm në kontekstin juaj, por që ju kanë mbështetur ndoshta në mënyrë direkte, apo kjo gjë nuk ndodh? Për t'u pyetur, për të kuptuar cila është problematika, cila është ajo që ju keni nevojë vërtet më së shumti? I din problemet ato vjen vetëm për fotot e zotnia. Guri, më dëgjoni, ishte pyetja për ju. Nuk e di nëse më dëgjove do të pyetjen? Ju lutem, dëgjoni. Po, tani jemi, po. Si ka mundësi në të gjitha anët e vendit ne na hyn malë, në vendet e huaja, edhe ne nuk qeni dot. Ma shpjegoni pak. Se faturojmë dot nuk s'kemi asë dhe një lloj karte, asë dhe një lloj diçkaje. Shiko, të lutem që ta sqarojmë së bashku, Guri, jemi dikë tjetër në zyrë, se është shumë nevojshme ta shpjegoj për publikun, kemi mbivendosje zërash. Duhet të bisedojmë së bashku, më ndiqja dhe pyetjen që të bëra, se nuk duhet flasë zotëria tjetër që është në zyrë, sepse nuk arrim ta përcjellojmë dot mesazhin qartë të qytetarët. Edhe të diskutojmë së bashku. Pyetja ime më parshme ishte kjo. Kur ka ndodhur për herë të fundit ministri i bujqësisë apo një përfaqësues nga Ministria e Bujqësisë ka mbërritur pranë jush për t'u pyetur cili është problemi konkret që keni? Çfarë ndihmash keni nevojë që të merrni me ju? Ka ndodhur kjo apo është një rast? As edhe një lloj kontakti si nga drejtoria e bujqësisë, se jam i mbytur nga 30 hektarë, u shpjegova çfarë me patate që janë kanë për të gjitha, as drejtori i bujqësisë tu, kam tentuar të flas me ministrin e bujqësisë, Andi Staler, Cila ka qenë përgjigje? Për 3 javë e nuk më ngre telefonin. Nuk të hap celularin. Fare, më ka bërë blok tani. Po cila ka qenë kërkesa juaj? Pse të lutem, më jep një 5 minuta bisedim. Është e pamundur. I bëra mesazh, është e pamundur të hap telefonin. Shti them çfarë kemi, se mbaruam. Për këtë vit, domethënë në muajin dhjetor ishte porositur fare patates. Nuk është porositur as edhe 1 kile nga Gjermania fare patates, nga fermerët. Ja të tërë, domethënë cop. As folëm me atë që sjell fare, më tha, ne jemi bankë, tha, dhe t'ju japim me të pritur juve, tha. Zotë Guri, po nuk zgjidhe duke marrë telefon ministrin problemet e fermerëve, duke folë ju me ministrin. Ministri dje erdhi se ka iden fare. Ne ju organizoni, kërkoni politikat që zbaton Kosova dhe Maqedonia. Nuk kemi nevojë të shpiki as qeveria jonë, as ne. Në ç'kuptim që nuk ka iden edhe nuk është i... Se kuptova, në ç'kontekst kontekst nuk ka iden asaj çfarë ndodh? Është ministri i bujqësisë. Është ministri i Radhës, ja po ja shpjegoj. Është ministri i Radhës. Jo, se ndryshe përcjellim dezinformim në publik. Ministri i bujqësisë ka për detyrë që të analizojë dhe të kuptojë çdo problematikë dhe të mbështesë çdo fermer, apo jo? Dhe jo vetëm, nuk është vetëm kaq. Po flasim për opinionin publik dhe për impaktin që ka një person që emërohet ministër. Të gjithë ministrat që janë emëruar para se të bëheshin ministra nuk kanë artikuluar një tezë për bujqësi, nuk kanë pas asnjë lidhje me sektorin e bujqësisë, nuk kanë qenë pjesë e diskursit publik për problemet që ka bujqësia dhe për zgjidhjet që mund t'u jepet. Nuk gjen vend tjetër në rajon dhe në Evropë që të bësh ministër i bujqësisë apo një sferë tjetër dhe mos kesh qenë protagonist me ide apo me diskutime apo me projekte në atë sektor. Dhe portofoli ministrit bujqësisë, unë nuk e kam me këtë ministrin që është emëruar. Ky është ministri i Radhës dhe gjithashtu kanë qenë. Sa emërohen ministra shkojnë për fermat e suksesshme në Shqipëri, sepse ka ferma suksesshme në Shqipëria, bëjnë foto, i hedhin në Facebook dhe ajo konsiderohet punë. Pra, këtu e kisha që një ministër sot, në rast se do kishim përgjegjësi, askush nuk do pranonte të bëhesh ministër me kaq fonde sa merr Ministria e Bujqësisë. Do i thoshte kryeministrit, jo, unë nuk e pranoj këtë portofol, në rast se fondet shkojnë paktën te mesatarja e Bashkimit Evropian. Në këtë sens e kisha, se s'kisha asgjë personale. Jo, absolutisht, po u përpoqja të shpjegoj që të mos kuptohet normale tek publiku që roli i ministrit të bujqësisë nuk është ky. Prandaj, jeni shumë në rregull. Problemi që ngre fermeri nuk është problemi pa njohur. Po. Është një problem i njohur. Është një problem i përsëritur. Nuk është problem që e ka sot për herë të parë. Ai fermer, që po flasim ne sot, nuk është e ka kaluar, e ka vetëm si vjet
këtë hall që po kalon. Ky hall nuk është vetëm i tij, e kemi përmendur, është halli shumë fermerëve. Nuk është ky problemi që nuk njihet. Problemi njihet. Ktu çështja është kush punon dhe sa po punohet për ta zgjidhur problemin. Dhe fermeri nuk ka nevojë fare që të kontaktoj, sepse problemi i këtij fermeri edhe përmes medias, edhe përmes informacioneve është bërë i qartë. Pra që ka mbetur patallje pa shitur. Atëre këtu është problemi, çfarë ne duhet të bëjmë, duke punuar të gjithë dhe duke respektuar rregullat që janë në radhë të parë, por edhe duke sakrifikuar secili nga pak në mënyrë të tillë që këtij problemi të japim zgjidhje. Fermeri nuk ka nevojë fare të flasë as me ministrin as me çdo tjetër. Po ju zgjidh problemi, fermeri ka folur. Pra, fermeri shkon te ministri pas një procesi zinxhir refuzimesh dhe mohimesh dhe problematikash dhe humbjesh monetare dhe gjithçka tjetër. Ministri ka një drejtor tu që nuk afrohet fare, me këtë duhet të komunikoj unë. Çështja është që këto probleme që ne përmendëm, që i ka fermeri, siç është mungesa e marrjes së subvencionit për tokën që ka marrë me qira, që nuk ka dokumentat e nevojshme, duhet ndryshuar udhëzimi dhe udhëzimi është një çështje më komplekse, nuk është çështje e fermerit, sepse se zgjidh dot fermeri. E dyta, as drejtoria e bujqësisë nuk e zgjidh dot, se fermeri nuk po ankohet tashmë për çështje të agronomisë dhe të teknologjisë, që i ka ndodhur diçka në teknologji dhe nuk i ka vajtur agronomi. Ai po thotë që mua më ka ngel produkti pa shitur. Dhe kjo është çështja për të zgjidhur. Nuk është çështja që fermeri po kërkon që unë nuk marr dot rendiment sepse më ka ndodhur diçka në procesin e prodhimit, i ka rënë një sëmundje apo diçka tjetër. Nuk po ankohet për këtë. Për këtë po duhet të kërkoj agronomin e mbrojtjes bimëve, duhet të kërkoj diku tjetër, që ka ngelur prodhimi pa shitur, këtë e din të gjithë. Dhe është kot që të themi që ne nuk pra të dorëzohemi thonë. Jo, ne nuk duhet të dorëzohemi. Dhe ky është problemi. Dhe problemi mos dorëzohemi zoti Rapa, çfarë do bëjë zotnia? Çfarë do bëj ai? E pare punës i vetëm nuk e zgjidh dot ai, të vetëm nuk e zgjidhin dot dhe ne. Askush as juve. Jo, po nuk mund ta trajtojmë kështu. Ja ta mbaroj unë edhe pastaj fol. Po e lejoj, të lutem. Ta mbaroj edhe të them prap. Nëse ne nuk lidhim kontratë, dhe kontrata nuk është çështje vetëm e një subjekti. Kontrata është çështje e grumbulluesit, çështje e fermerit, çështje e transportuesit, çështje e përpunuesit, pra është një çështje e përbashkët. Dhe në këtë prizëm po flas dhe po them dhe po diskutoj që është çështje e të gjithëve, është çështje e ndërgjegjësimit, po edhe çështje e medias, në mënyrë të tillë që ne përpara se të mbjellim, duhet patjetër që të kemi një vend ku do ta shesim jo të gjithin, por të paktën të heqim koston, të kemi një gjë të kontraktuar. Kontrata nuk është çështje e individit, e një individi, është çështje e disave. Është çështje e të gjithëve. E dyta, cilësia, standardi, nuk është çështje e një subjekti, është çështje e të gjithë subjekteve që duhet ta realizojmë. Po, ideja është që, po, përfundoj lutem jam në limite, ndjes, jam shumë në limite. Po, në këtë prizëm them që bujqësia, për vetë natyrën që ka, e kam përmendur her pas here, nuk është çështje e një individi, e një subjekti. Është çështje e disa subjekteve që duhet të punojnë në mënyrë hap pas hapi, të ndërlidhur, të bashkëpunuar, që të realizojmë produktin. Ne mund të themi pastaj mund t'ja lëmë gjithmonë fajin fermerit, fajin në qeverisë, fajin dikujt tjetër, por unë nuk dua të shpërndaj me këtë përgjegjësinë, por dua të theksoj që për të zgjidhur një problem, duhet të angazhohemi që të gjithë. Sepse për të mos për të thënë që nuk bëhet kjo është fare lehtë. Nuk kam shumë kohë që të vijoj diskutimin me te. Një batutë. 10 sekonda, maksimumi, jam realisht në limite, po. Bujqësia çështje gjithë popullit thuaç para vitit 90, ishte slogani i diktaturës. Jo, bujqësia çështje e gjithë subjekteve, jo, s'është ajo e para 90-s. Bujqësia çështje e gjithë subjekteve. Fermerit qeveria i thotë, në rast se nuk e lidh kontratë, mos mill patate se unë nuk maj përgjegjësi që ti falimenton. E ka detyrim ligjor t'ia thotë. Në rast se nuk ja thotë, atëherë duhet ta ndihmoj që ai të shesë produktin ose ta kompensoj. Të falenderoj Sharga, faleminderit Rapaj. Guri, në një sekondë, të lutem, se jam në limite, më thuaj të fundit. Do me thënë, për këtë vit që do vi, Korça është të mbaruar, do me thënë, s'do ketë as patate, as që pos ndrymi shteti që të subvencionoj, është mbaruar skema e këtë. Pra kjo është realiteti, ky është realiteti, thoni.
Mirë. Realiteti është, domethënë, për mua është skandaloze. Ju falenderoj shumë për pjesëmarrje për diskutimin.